Qumë Astanezaj, në të Partisë Kristian Demokratit, do drejtohem si qytetarës dhe ne nga qytetarë jemi, pastaj kemi këtë postet e tjera. I drejtohem doktor Berishës, a do të ketë tagin Partia Demokratike me deputetet e vetë, me dalë që sot është vonë me pas dalë për para. Dhe për të rritë besueshmërinë, duhet me dalë deputetet në frontin e parë. Se ka shumë njerëz, unë këte kam private nga ona ime, ka shumë njerëz që në kohën kur blokonin rrugë e ura, që janë edhe një pjesë që mund ketë ngel mrena. Tani, ai edhe hallëxhi është, edhe pa punë është, edhe po shkoj mrena, bjen besueshmëria. E dyta, përderisa një ditë, sepse tani kemi edhe ne shohim televizorin, deshet me rrezu qeverinë me Azon Karriget. 6 deputet PD-s, ke Ministria e Arsimit, 5 ke Ministria e Kulturës, 2 ke atje, blokoj ministrat më shkojnë për zyre. Edhe mas pare mon këtu, afer, mos me lanë kër ministrin me ju zyre. A mund të justifikoj, mund të dali gjasme në takimi a shtetit, njëne, blokojnë ministrit. Se po vazhduam shumë e lojnë e laveve, më duke se nuk kena për tja dalë, asja. Qa është për punë politike, pastaj jam dakord me zotin Gjuzi që thatë bën një takim tjetër, që mos mojmë kohë nga shoqëria civile, nga njerëzit, nga intelektualet, nga profesorat e nderuar që mojnë pjesë. Zotit Mond do me akthy një përgjigje, Zotit Mond Çada, sa për bashkangjitur unë kam lindur pa parti dhe pa fe dhe do vdes demokrat. Partia jonë ka 2 këshilltarë në Kuks, jo bashkangjitur PD-s. Ka 5 lezhë, ka 2 në Fushatë dhe 1. Dhe prap jemi përkras dhe do t'jemi përkras PD-s. Dhe çdo lëvizje qytetare që do t'jetë për të mirën e këtij vendi. Realisht na ka lodhur. Zotit Ali Mehmeti alshova radhën sepse jeni qytetar Tiranës, edhe nga partia madhe PD-s, kështu që jam mirënjohës. Respekt për gjithë. Ju faleminderit. Atëherë, përshëndetje, falenderoj organizator të këtij takimi. Unë jam Lush Suse, jam profesor dhe publicist, me të thënë drejtën, tani po kuptoj edhe shkakun e prapametjes 35 vjeçare dhe të plagëve të mëdha politike që kemi pas dhe mungesën e gjetjes rrugës, sikur e kanë gjetë vendet e rajonit. Unë jam profesionist në profesion dhe duhet më mbaj dikush 2 minutë shëntim se nuk duhet me mërzit kërkan. Spari, nuk duhet me përsërit kërkan, ne duhet të mësojmë një gjojmë në mënyrë që të qasemi, të gjejmë rrugën për me arrit tek shpirti dhe interesat e çdo shqiptari. Largoni pak fare nga mikrofoni, ju lutem se dëgjohet më keq kur afroheni shumë. Po, ndjes që të arrim tek shpirti dhe interesi i çdo shqiptari. Nëse arrim me gjetë rrugën, pra në rast se dim të dëgjojmë, do të arrim shumë lehtë sepse njerëzve ju ka shpirtin më të hundës dhe ma besoni të majt e të djathtë, sepse ne me të majtit punojmë, jemi gjithë bashkë qytetarë, jemi vlezër, motra, një padaja, ne s'kemi gjamentat, ne nuk jemi armiq, ne jemi bashkë qytetarë, kontribues në shpinë tonë të përbashkë dhe luftojmë për të futur Shqipërinë në zhvillimet demokratike. Së dyti, ka koha, bile ashte te i kaluar, duhet ishte mbyll ai kjo kohë qysh në vitin 94-95, ka koha o shok, me njoft vetë vetën gjithë kush dhe me i dhanë hapësirë e me fol e me umorë me këtë probleme njerëz me dur e me ftyrat pastra. Së treti, ka koha të dëshmojmë botës pasojat e qeverisjes marksiste të një vendit vogël, por edhe të vendeve të mëdha, të cilat i dehumanizon e i shkatron, sepse aty mbjell korrupsionin dhe ignorancën administrative. Ka koha që të lavdërojmë Zotin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet Demokratike dhe popujt e Bashkimit Evropian dhe çdo shqiptar që po qëndron në këto kushte në ujë, hangër pa hangër me fëmijët e tij, kur me gjithçka të gjithë jemi poshtë një çatie dhe ta lavdrojmë këtë punë dhe të lutëm që të funksionojë drejtësia dhe të tregohemi mirënjohës e bashkëpunues me partnerët strategjik. Rroft Shqipëria, rroft çdo shqiptar.
Faleminderit. Zoti Tepelena shkurt, po. Po, mbylljen do e thot zoti Berisha. Patjetër. Ai e ka. Zgjidhje. Pastaj 1 minutë në fjalë. Do të propozoja një zgjidhje. Përshëndetje, jam Andi Tepelena, aktivist i pavarur, qytetar s'ka. Atëre, me që jemi mbledhur këtu për të hedhur Edi Ramën, këtë antishqiptar të tërbuar, nga kjo tavolinë shpresoj që të dalë një grup koordinator për një protestë madhe kombëtare. Do të shpallë një datë. Mbi gjitha jo partjake, unë mendoj që 17 janari mund të jetë një ditë simbolike e zakonshme, është dita e vdekjes së Gjergj Skënderbeut, por ama dha një mesazh shumë të madh se po ato thupra po të bëjmë bashk, nuk ka zot që mund t'i çaj. Kjo është një ditë e madhe e bashkimit. Dhe një ditë tjetër mund të jetë data 22 janar kur gjykata kushtetuese do mbledhë do marrë në shqyrtim pezullimin e Belina Ballukut. Jo për të bërë presion natyrisht gjykatës kushtetuese apo drejtësisë, por qytetarë mund marrin pjesë në protestën tek kryeministria. Këto janë dy data që unë propozoj dhe shpresoj të jenë nga ato protesta që nuk ka nevojë për ledwolle, për skenografi, për shpenzime që mund të shkojnë shumë mirë për të mbështetur të përmbyturit në Durrës e tjerë. Do të jetë një protestë qytetare dhe ka një flamurin kombëtar. Patjetër që gjithë mendojmë, urojmë që të ketë mbas rënies së Edi Ramës, unë jam i bindur që ai do bie shumë shpejt, një qeveri, tu flitet gjithmonë qeveri speciale, tranzitore, teknike, po e quaj qeveri speciale, e cila do të marrë për bazë përgatitjen e zgjedhjeve të lira, heqjen e gjithë kufizimeve për një garë të barabartë dhe të ndeshme. Dhe këtu ne si qytetar, shoqëri civile, ekspert, jemi të gatshëm të japim kontributin ton edhe pranë opozitës, pranë Partisë Demokratike me mendimet, me sugjerimet tona dhe shpresoj që Partia Demokratike t'i bëj publike çfarë mendon për kodin zgjedhor. Dhe së dyti, kjo qeveri speciale do të ketë një mandat shumë të qartë, të gjitha ligjet koncesionet, kontratat, koncesionet, PPP-t antiligjore do të skanohen dhe t'i çohen drejtësisë. Këto janë sugjerimet e mia pa humbur kohë dhe uroj që nga kjo tavolinë dali vërtet një produkt konkret dhe të shpallet një datë kombëtare, protestë kombëtare ku të marrin pjesë gjithë shqiptarët, përfshirë dhe të majtë dhe votuesit e majtë. Nuk do të përshtohet askënd nga kjo protestë. Faleminderit. Do të vetëm 2 sugjerime. Para njëherë u mlodhëm për të qenë së bashku dhe të jemi së bashku, duhet patjetër ta institucionalizojmë këtë marrëdhënie të sotme. Dhe siç e tha zoti Tepelena, duhet një grup koordinator për të krijuar një format të veprimit përbashkët për planin qytetar opozitar. Kjo është e rëndësishme dhe ndoshta zoti Berisha mund ta përcaktojë më qartë se si duhet ndërtuar. E dyta është padyshim protesta, sepse prandaj jemi mbledhur që të ngrem veten tonë dhe shoqërinë shqiptare kundër kësaj qeverie. Por dhe protesta ka nevojë pasaj për elementë cilët u hodhën këtu në ide, në mënyrë të veçantë, nëse flasim për një qeverisje teknike, është e rëndësishme të përcaktojmë se çfarë kuptojmë me këtë qeveri teknike, çfarë kërkojmë të realizojmë me këtë qeveri teknike, duke filluar nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Dhe për t'i dhënë besimin dhe mirëkuptimin partive politike, por dhe shoqërisë në kontribut që mund t'jap, doktor mendoj që duhet ndërtuar një grup pune ekspertësh, për sa i përket reformës zgjedhore, e cila i parashtron pastaj si grup ekspertësh partive politike, do të thënë propozimet për reformën zgjedhore. Natyrisht Edi Rama do bëj atë që do. Por ne përballë kësaj duhet ndërtojmë presionin maksimal qytetar opozitar për të mundur që do të thënë të jemi të unifikuar për sa i përket asaj që konceptojmë si reformën zgjedhore për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme. Thamë drejt zonja Grillo që nuk duhet harruar faktorin ndërkombëtar. Nuk na ka mbështetur pak. Çështja është se kemi treguar ne sa duhet për atë mbështetje që na ka dhënë. Vëmendja ka qenë jashtëzakonshme, i përmendi zoti Berisha 7 rezoluta. Nuk janë letra, janë proces, janë punë, janë marrëdhënie që janë krijuar, mbështetje, sidomos raporti i Odirit për sa i përket zgjedhjeve. Hearing i fundit në dhomën e përfaqësuesve në Komitetin për Europën e tjerë. Pra të gjitha këto gjëra duhet përpiqen të kapitalizohen, por ka nevojë edhe për një element shtesë dhe besoj që do ishte shumë i dobishëm. Një peticion qytetar për sa i përket situatës në Shqipëri që t'i adresohet që pjesës europiane të Brukselit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, më tepër se sa politike qytetare si thirrje, edhe Kongresit e Shtetit Bashkuar